I themi mirëmëngjes dhe përshëndetje me zotin Ben Andoni, koleg gazetar analist. Mirëmëngjes i Ben, përshëndes dhe faleminderit që pranon ftesën. Përshëndetje dhe mirësëgjë. Sparmi që kemi një zhvillim të minutave të fundit, doja t'ju pyesja në fakt, duke e parë dhe në shqiptar.com, por dhe në mediat prestigjioze europiane, është lajmi që është liruar Federica Mogherini, e akuzuar për mashtrim dhe korupcion dhe dy tjerët e ndaluar gjatë ditës së dieshme. Për le të themi në kupolën e Bashkimit Evropian. Nuk di shkurtimisht Ben nëse ke një mendim, çdo të thotë kjo që le të themi korupcioni, mashtrimi dhe shkelja e ligjit është dhe në kupolën më të lartë të Bashkimit Evropian, me që ne korupcioni po të diskutojmë për ditëshmëri këtu, apo ndoshta tregon që okej, dhe kjo mund të jetë, por Bashkimi Evropian në një farë mënyrë ndëshkon edhe në nivelet më të larta. Si mund ta marrim? Unë bëra 2 lexime, ju keni tuajin. Qoftë. Është një problem në vendin tonë, nëse keni parë, neve jemi shumë të fragmentuar për sa i përket lajmeve që kanë lidhje me Brukselin. Nëse keni parë me kujdes, na shkalojmë shumë media kritike me Brukselin. Nuk po them mediat të cilat krijojnë tollovira në pjesën mediatike ndërkombëtare, sidomos ato që janë me burim rus, po ka media të tjera të cilat vazhdimisht e kritikojnë pjesën e Brukselit, jo vetëm nga fondet, nga mënyra e politikave, nga një lloj nepotizmi dhe mbi gjitha nga lobimet, të cilat është eufemizëm tani lobime, po ju kuptoni që janë thjesht interesat të grupimeve të ndryshme. Dhe në këtë rast, zonja Mogherini është pjesë, me sa kuptoj, e këtyre problematikave të Brukselit. Më shqetëson diçka që Italia me gjitha të kontribut të madh që ka shumë problematika që i përcjell edhe në Bruksel. Dhe jo vetëm në rastin Mogherini, po dhe në raste tjera. Greqia po ashtu ka raste sërish jo të pakta. Dhe ju e mbani mend vjet se ç'u bë me një shefe shumë të rëndësishme të gjithë strukturës Bruksel. Dhe me pak fjalë, Brukseli ka mekanizmat deri diku për të kontrolluar dhe të balancuar, por niveli i korrupsionit në këtë kohë është jashtëzakonisht i madh. Dhe në vëmendjen tuaj duhet të them, kjo po duket në politikat e Brukselit. Po ta keni parë me kujdes, politikat e mbrojtjes tregojnë që kanë gjithmonë më shumë probleme. Domethënë është folur gjithkohon për buxhete mbrojtje, për efikasitet, kur shikohet tani që po tarohen në kulm, sepse përballë ke një agresion dhe ju e dini shprehjen e fundit të zotit Putin dje ka qenë shumë e frikshme. Jemi gati nëse ju doni luftë, jemi gati. Europa ka parë që ka shumë vështirësi. Dhe kjo ju e kupton. Po këtë mesazh ndjes Ben pa dashur t'ju ndërpres për të vijuar. Po ky mesazh që okej, Europa i ka këto bletimi problematika, këto situata etj etj, por që a mund të jetë një mesazh edhe për vendet aspirante siç është Shqipëria që ne ose drejtësia në Europë godet edhe ata më të zyrtarët më të lartë në një farë mënyrë, megjithëse momentalisht po hetohet në liri etj etj, por po hetohet. Shikoni, është një mesazh, por drejtësia jon ka problematika shumë të mëdha, ka problemet lokale. Dhe ajo është një dëshmi e mirë të paktën se si drejtësia duhet të jetë, por në fakt drejtësia ka nevojë për modele. Dhe ne modelet më të mira i kemi modelet italiane, po janë modele që morën jetë. Ju e dini 2 rastet e famshme që ata ishin të dedikuar për të shkuar deri në fund një luftë që do i çonte deri në vdekjes. Të tilla modele nuk po i çoj deri në sakrificën sublime drejtësinë tonë, nuk ka dhe nuk duan ta bëjnë atë. Pra Borsellino Falcone nuk ka në drejtësinë tonë. Nuk edhe për diçka tjetër, po ta shikoni me kujdes, kjo rrjedh tashmë edhe në mënyrën se si ata po i qasen problemeve dhe se si po i shtyn. Këtu gjen edhe disa të themi elemente edhe për zonjën Balluku, edhe për njerëzit të cilët janë pas hekurave. Domethënë, po ta shikoni me kujdes atë vendimin të kolegjit për ta çuar në instancën më të lartë, tregon normalisht që të kesh shikim kaq të ndarë edhe për çështje të cilat kanë brenda edhe pjesën juridike, po dhe pjesën morale, sepse ligji ka moral.
Edhe kushtetuta ka moral. T'ju them një element. Në qoftë se në Kosovë do lexoj si duhet kushtetuta jo thjesht si gërm, po si moral, nuk do ndodhte kriza 8 muajshe, sepse ju e dini aty ishte përgjezuar për 1 muaj, mbas asaj duhet zgjedhësh qeverinë dhe duhet bësh gjithë modalitetet për ta bërë. Dhe në rastin e zonjës Balluku, keni parasysh që drejtësia GKK-ja në këtë rast ka vepruar me kompetencat e saj për ta frenuar ekzekutivin atje ku ajo i shikon që janë shkelur atribute të cilat pengojnë interesat publike. Dhe debati, të themi, përfshihet në rrafshin etik moral të drejtësisë dhe në pjesën profesionale. Në pjesën profesionale, ande t'ju them diçka, po të ndiqet kjo logjik, më besoni që nuk ke çfarë t'i bësh asnjë njeriu t'i inkriminuar. Për shembull, ma lejoni t'ju them dhe këtë. Në qoftë se nuk do ishte Elliot Ness në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ai grupi i famshëm Untouchable, Al Capone nuk do gjendej asnjëherë përballë hekurave. Dhe ju e dini për çfarë është vendosur mbas hekurave. Është vendosur për evazion fiskal, ndërkohë që ai kishte në kurriz vrasje pafund, kontraband, të gjitha krimet që mund të bëheshin në Amerikë. Dhe prandaj në këtë rast debati publik në një moment duhet të rreshte dhe duhet të lente drejtësinë që t'i shkonte sa më përpara një çështje. Po i bëhet presion drejtësisë në rastin Balluku se ty kaluam, nuk di, kryeministri po e përmend gjatë kryeditëve, opozita e kuzonjës po e bën presion shumë madh në këtë rast gjykatës kushtetuese dhe vetë zonja Balluku që dje ankimoi në apelin e GKK-s ato vendim të shkallës së parë. E para kjo dhe dyta pak shkurtimisht për të kaluar dhe në tjera të lutem. Ato moralin në kushtetut, në ligj, kush duhet ta lexojë dhe ta zbatoj, për cilin ju folët? Okej, po nis nga fundi. Morali është i lidhur me njerëzit të cilët punojnë në institucione. Dhe ky fillon nga presidenti i vendit, i cili alarmon në momente të veçanta ose apelon, pastaj te kryeministri dhe ke pushtetet e tjera. Këtu mbyllet kjo. Pra, thën këtë ben, pa dashur sërish të në pres, po thën këtë zonja Balluku ose do të kishte ndorëheqjen ose do të ishte shkarkuar. Absolutisht. Absolutisht keni shumë të drejtë dhe zonja Balluku duhet arrit të kuptojë diçka me ato përgjime. Unë uroj që përgjimet të jenë të vërteta, mos ta kenë tollorvitur publikun në këtë farë mënyre. Ajo vetë duhet kishte moralin që të jepte dorëheqjen. E para të shpëtonte fytyrën e institucionit që i ka dhënë 2 mandate postin e zonës kryeministrit, janë poste që individ të thjesht nuk do i arrin asnjëherë në jetë, që kanë kapacitete intelektuale shumë më të mëdha se zonja Balluku dhe integritete morale shumë më të mëdha. Dhe e dyta, ju thoni për opozitën me të drejtë që e kërkon të ndaloj presionin, po. Ka shumë të drejtë, por ka një problem të madh moral tash ke ata. Në rast se kërkon gjëra morale, nuk duhet nisesh nga gjëra pa morale siç ata kanë bërë deri tani. Domethënë nuk mund nisesh nga një premisë e gabuar të kërkosh premisa të drejta. Është alogjike domethënë në filozofi edhe në të gjithë çështjet e argumentit. Me pak fjalë, në qoftë se Partia Demokratike do e respektonte Spakun. Ju e mbani mend deri tani ata i thonin Skapi. Po. Që në çdo moment ata vetëm e ofendojnë. Në çdo moment ata kritikojnë çdo lloj vendimi dhe janë pro vetëm në momentet kur ata godasin nga pjesa e socialistëve. Atëherë ti ke të drejtën morale që të kritikosh në këtë rast. Por pjesa e interpelancës është pjesë e drejtë e opozitës. Majoranca duhet të arrit të kuptojë me nivelin tashmë të mosdhënies llogari, po ta keni parë me kujdes, ekzekutivi i zotit Rama nuk jep më llogari. E para ju e keni parë, legislativi nuk e kontrollon. E para prej numrave që ka Partia Socialiste, po mua më vjen keq ka ardhur një moment që përveç zotit Braçe duhet të jenë dhe individ të tjerë që të shikojnë disa gjëra dhe mos merren me ato brenda PS, po.
ju jeni vëzhgues më i holl tani se unë, sepse e bëni për ditë Për këtë punë. dishmëri. Nuk është normale që njerëzit e Partisë Socialiste mbyllin syt në këtë sens. Po të keni parasysh dhe një element tjetër, Andi. Zhvillimi i vendit po bëhet prej taksave, ne nuk prodhojmë më. Dhe ky është një alarm publik, ky është një alarm i jashtëzakonshëm. Patjetër. Prandaj këta njerëzit si zonja Balluku dhe të tjerë duhet ndalojnë, duhet lënë drejtësinë të punojë sa më shpejt që të jetë e mundur. Keni parasysh për zonjën Balluku po punohet shpejt. Po mendoni ato mira dosje që flenë, dhe sa shqiptarë absolutisht janë mira e mira. Absolutisht. Përgjigje. E kuptoj. Dhe kuptoni këta dhe në faj janë të privilegjuar krahasuar me shqiptarë. Të lutem, shkurtimisht këtë se do të kaloj edhe tek një tematik tjetër se 3-4 minuta e fundit jemi. Këto qëndrimet kryeministrit Rama, ju i cilësoni apo jo presione për drejtësinë? Jo, unë besoj që në këtë rast për kushtetuese. Unë besoj që zoti Rama ka një problem shumë të madh, sepse ju e dini, zonja Balluku është akuzuar për shkelje të së drejtës të barazisë në tender. Dhe tenderi, në mos gaboj, VKM-ja pasaj është kaluar nga zoti Rama. Do të thënë, indirekt e prek edhe atë. Dhe zoti Rama tashmë po shikon realisht se çfarë është kur institucionet kontrollojnë njëra tjetrën. Dhe në mendimin tim, ai e bën mirë punën e tij de jure, por de facto zoti Rama duhet kishte mirësinë ashtu siç i ka dhënë okay reformës në drejtësi, dhe për këtë meriton dorë trokitje. Nga ana tjetër duhet të jetë kokulur dhe të lëri drejtësinë të bëj punën e vet. Sepse drejtësia është një presion të jashtëzakonshëm, me sa shikoj. E qartë. Edhe për të ndryshuar pak tematik, por vetëm me një pyetje dhe pak minuta, se të kanë thënë disa herë, po koha fluturon, ju kërkoj shumë ndjes, në fakt ka që kemi dispozicion. Nuk di kjo lëvizje, po kjo foltore në Partinë Demokratike nga Ervin Saljani, që edhe vetë zoti Berisha dje e nisi këtë ciklin me takime në bazë dhe me strukturat. Si e shikon dhe çdo të thotë kjo lëvizje zotit Saljani? Ande t'ju them diçka, ka gjithmonë një të pathënë në politikë, dhe pjesa e pathënë është karburanti që e mban këtë lloj energjie. Dhe unë besoj që zoti Berisha e ka nisur këtë rrugë sepse shpreson të dali diku. Kuptohet me foltore 1, nuk është se shkoi shumë, po të paktën mori partinë dhe nuk ishte gjë e vogël. Me foltore 2, unë kam përshtypjen se do e mbaj partinë. Ndërkohë që pjesa e zotit Saljani po bën një gjë të madhe të paktën sepse pastaj në historinë e Partisë Demokratike do vi një moment që të thonë po ju çfarë bët. Dhe të paktën do ketë një justifikim që po ne bëm këtë. Por keni parasysh që po afron 8 janari dhe njerëzit nuk kanë për të haruar kurse çfarë bën ata para 2 vitesh dhe luftrat e brendshme të kësaj partie, e cila me sa shikoj po mësohet në opozitë dhe nuk po e kuptojnë dot ndryshimin. Prandaj lëvizja e zotit Saljani është lëvizje mirë, po me çfarë shikoj është akoma e zbet, sepse njerëzit ke Partia Demokratike kanë shumë problem identitetin, domethënë të njeriu që duhet i drejtojë. Dhe nuk e di nëse zoti Saljani do jetë kok turku, apo thjesht po bën çmos dhe po shfrytëzohet nga njerëz të tjerë të Partisë Demokratike për të dobësuar zotin Berisha. Këtë do e shikojmë në ditën e vazhdim, patjetër.